Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku që ditë botën, vendosni një hudhër në jastëk dhe do të befasoheni nga ajo që do ndodhë. Hudhrat përdoren në të gjithë botën, por a e dini se përveç se mund ta përdorni në kuzhinë, është gjithashtu e dobishme edhe në dhomën tuaj të gjumit? Ne këtu do t'ju sjellim disa sekrete të hudhrave për ju, që me siguri nuk i dini akoma dhe ka më shumë. Në fund, do t'ju zbulojmë se çfarë ndodh nëse vendosni hudhrën në një jastëk. Efekti qetësues i hudhrës. Ju do të bini në gjumë të thellë me një thelpi hudhër në një jastëk. Ne e kuptojmë se kjo mund të duket e çuditshme, por substancat e sqyfurit që ka hudhra, të kombinuara me aromën e saj, kanë një efekt qetësues. Era e hudhrës që vjen nga jastëku do t'ju ndihmojë që ju të bini në gjumë më lehtë. Për më tepër, cilësia e gjumit tuaj gjithashtu do të përmirësohet. Me fjalë të tjera, do të flini thellësisht. Çfarë doni më shumë? Vendosni një ose dy thelpi hudhër përfshirë bashkë me lëvozhgën në një jastëk dhe do të flini si një bebe. Dhe mos u shqetësoni, të nesërmen në mëngjes, as ti dhe as dhoma juaj e gjumit nuk do të mbaj erë. Të gjithë do të duan të flenë me hudhrën poshtë jastëkut. Mirë pa ja vlen ta provosh. Provojeni sepse nuk keni asgjë për të humbur. Gjithashtu, hudhra është e shkëlqyeshme dhe për gjërat e tjera. Nëse vuani nga problemet e stomakut ose siç njihet të ndryshe, acidi i stomakut, hudhra ju vjen në ndihmë për të përmirësuar sadopak shëndetin tuaj. Në këtë zonë të trupit, pini një gotë ujë me pak hudhër të njom. Ka një shije të fortë, por do t'ju ndihmojë të dilni jashtë lirisht. Ne themi se hudhra është antibiotiku më i fuqishëm natyror, por çfarë do të thotë kjo? Hudhra përmban alicin, e cila çlirohet kur konsumohet. Alicina vret lloje të ndryshme bakteresh, ka efekt antiseptik dhe gjithashtu pengon riprodhimin e mikroorganizmave, por edhe shkatërrohet në temperatura të larta, çka do të thotë se është më e shëndetshme të konsumohet hudhra e freskët dhe e pa trajtuar termikisht. Ja se çfarë i ndodh trupit tonë në qoftë se ne do të vendosim të ham hudhër çdo ditë. Mbron sistemin kardiovaskular. Një thelpi hudhër në ditë ndihmon në forcimin e enëve të gjakut, stimulon gjithashtu qarkullimin e gjakut dhe ul përqendrimin edhe të kolesterolit në trup. Sipas kërkimeve shkencore, hudhra ul nivelin e sheqerit në gjak me rreth 25%. Forcon imunitetin, neutralizon radikalet e lira dhe toksinat të cilat dëmtojnë organizmin. Stimulon prodhimin e lëngut gastrik, rregullon funksionimin e pankreasit dhe përmirëson oreksin. Lufton me sukses parazitët në trupin e njeriut. Mundet gjithashtu të ngadalsojë edhe procesin e depozitimit të kriprave, rikthen kërcin dhe indet e kyçeve dhe shërben gjithashtu si një parandalim i osteoporozës. Është jashtëzakonisht e pasur me antioksidant, flavonoide, vitamina të grupit B dhe acide të cilat janë në gjendje që të rigjenerojnë lëkurën, t'i japin asaj elasticitet dhe të luftojnë gjithashtu shfaqjen e akneve dhe të rrudhave. Nutricionistët gjithashtu besojnë se futja e hudhrës në dietë shkakton humbjen e peshës së tepërt. Shumë njerëz e duan hudhrën pavarësisht aromës së saj. Ajo nuk është vetëm një shtesë e shijshme për pothuajse çdo vakt, por gjithashtu është e rëndësishme edhe për mirëqenien tuaj. Ne këtu do t'ju tregojmë të gjitha arsyet pse ju duhet të hani hudhra. Mban dhëmbët e shëndetshëm. Ulumtimet kanë treguar se hudhra është një trajtim i mirë alternativ për inflamacionin e mishrave të dhëmbëve. Hudhra ka veti antivirale dhe antikërpudhore.
Veti antiplakje. Sipas ulëmtimeve, hudhrat janë shumë efektive kundër plakjes. Ne rritemi dhe bëhemi të moshuar sepse trupat tanë shndërrojnë ushqimin dhe oksigjenin në energji. Sidoqoftë, ndonjëherë trupi ynë do të jetë paksa entuziast me këtë proces dhe do të shkatërrojë qelizat e tjera në proces. Nga ana tjetër, lëkura jonë do të bëhet më e butë dhe truri ynë do të bëhet më i ngadalt. Kjo është si pasojë e stresit oksidativ. Në këtë raste, hudhra mundet që të jetë një shtesë tepër e dobishme për dietën tuaj. Era e saj bën që trupi të rrisë prodhimin e substancave në gjak, gjë që shkon kundër oksidimit tepër entuziast të qelizave në trupin tuaj. Këto substanca zakonisht njihen si antioksidues. Në këtë mënyrë, hudhra ndihmon në ngadalësimin e shenjave fizike të plakjes. Hudhra ju bën më tërheqës. Kjo mund të jetë në kundërshtim me instiktet tuaja, por është e vërtetë. Sigurisht të gjithë ne e dim efektin që hudhra ka në frymëmarrjen tonë, por a e dini ju se aroma e trupit tuaj ndikohet edhe nga perimet? Kërkimet nga viti 2016 kanë treguar se ndikimi i hudhrës në erën tuaj trupore në të vërtetë është kryesisht pozitiv. Pjesëmarrësit në një test të Nuhatis përshkruan aromat e njerëzve që kishin ngrënë hudhër si më pak intensive dhe më tërheqëse, kjo për shkak të vetive antimikrobike të hudhrës. Bakteret që shkaktojnë erën e keqe të djersës do të zvogëlohen kur hani hudhra. Jini të vetëdijshëm, kjo funksionon më mirë kur hani hudhër një ditë para takimit tuaj. Hudhra e freskët forcon sistemin imunitar. Fakti që hudhra mund të kontribuojë në shëndetin tonë është e ditur prej kohësh. Hudhra ka qenë e njohur për shekuj me radhë për vetitë e saj që ka kundër baktereve, viruseve dhe kërpudhave. Për forcimin e imunitetit, duhet të hani hudhër të papërpunuar. Kur prisni ose shtypni hudhrën, ajo çliron alicin. Kjo substancë ka shumë përfitime për shëndetin tuaj, por me gatimin e saj, ju do të humbisni shumicën dërmuese të alicinës. Hudhra gjithashtu ul presionin e lartë në gjak. Hudhra është një nga produktet që ulë rrezikun e presionit të lartë të gjakut dhe studime të shumta kanë treguar se marrja ditore e hudhrës do të ketë efekte afatgjata në uljen e kolesterolit. Gjithmonë ju duhet të merrni këshillën e një specialisti mjekësor. Hudhra mund të ndikojë edhe në rezultatin në tërësi, por kjo nuk do të thotë se ju shëron. Gjithashtu, hudhra forcon sistemin imunitar. Hudhra na mbron nga viruse të ndryshme dhe nga ftohjet. Shkencëtarët kanë konfirmuar se ju duhet të hani rregullisht një hudhër për të mos u sëmurur gjatë dimrit. Kjo ndodh sepse hudhra ka një mori vitaminash, vajra të dobishëm dhe aminoacide. Hudhra duhet të jetë e freskët për të mbrojtur nga sëmundjet. Gjithashtu, hudhra bën që lëkura juaj dhe flokët të përmirësohen. Hudhra nxit rritjen e flokëve duke i bërë ato më të gjata dhe më të trashë. Qelizat përgjegjëse për rinovizimin e lëkurës kanë një reagim pozitiv ndaj hudhrës. 2 thelpi hudhër në ditë janë të mjaftueshme për të patur zhvillim në prodhimin e kolagjenit natyror. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!